gjatë zhvillimit të këtij dokumentari. Duhet të them se jo shumë, në kuptimin se ne kontaktuam sigurisht kryeministrin, por ata refuzuan të kthenin përgjigje të thelluara, u shprehën se ishte propagandë politike ajo çka ne po kërkonim informacion, kështu që pyetëm spakun as ata nuk u përgjigjen. Duhet të them se nuk është se ndjeva presionin, por në raportin tonë ne flasim për gazetarët shqiptar, të cilëve u është dashur të nënshtrohen këtij presioni, dhe them se situata është më e vështirë kur qëndron në Shqipëri. Raportova për disa aspekte të infiltrimit të krimit organizuar në Shqipëri, por gjithashtu isha interesuar edhe për punën e disa gazetarëve shqiptar. Ju e keni mbaruar këtë dokumentar apo vazhdoni? A ka zhvillime të reja? Përpara jush të cilat doni t'i ndani me ne? Një punë e tillë asnjëherë nuk mbaron. Nuk mbaron kur, ne vazhdojmë të hetojmë. Megjithatë, ne po flasim për zhvillime të reja. Sot, për shembull, u botua një artikull për Juliana Mild në Belgjik, kërcënimet me të cilat po përballej ai, dhe se sa të rënda serioze ishin këto kërcënime, dhe se sa të përkushtuar ishin disa antarë të bandave kriminale për ta lënduar atë. Është një situatë e paperceptueshme, është një situatë ku grupet kriminale